Përshëndetje miq, në ditën e sotme do të përgatis një sup të ftohtë verore me kos. Për këtë recetë do të përdorim këto përbërës. Këtu kemi 150 ml me kos, i cili unë këtë e kam përgatitur vetë dhe është mjaft i ëmbël. Një kastravec, të cilin e kam pastruar paksa nga lëkurat, por jo plotësisht. Një tuf me kopër dhe kemi marrë vetëm pjesën e sipërme dhe jo kërcellin. Gjithashtu do të përdorim disa thelpinj hudhër sipas dëshirës, 2-3 deri në 4, pak krip dhe këtu kam vendosur pak vaj ulliri. Fillimisht do t'i coptojmë hudhrat edhe kastravecin dhe do t'i grim në mikser. Si kemi prerë në pjesë të vogla kastravecin, koprën dhe hudhrat, do t'i vendosim në një blender. Këtu do të shtojmë pak krip, shumë pak krip, dhe pak vaj ulliri. Gati një lugë gjelle me vaj ulliri. Më pas këtu do të shtojmë kosin. Dhe do t'i përzjejmë të gjitha së bashku. Të gjithë përbërësit do t'i grimimët bashkë me kosin derisa të bluhen plotësisht. Pasi të gjithë përbërësit i kemi gririmët, i vendosim në një enë dhe ja ku e kemi përgatitur supën me kos të freskët. Pasi kemi vendosur supën me kos të freskët në enën ku do ta servirim, në qendër të saj mund të vendosim dhe një deg kopër. Dhe sipas dëshirës mund të vendosim edhe disa pika me vaj ulliri sipër saj. Ja pra ku e kemi të përgatitur edhe supën me kos, e cila është tepër e shëndetshme në mbrëmjet të cilat janë të ngrohta, sidomos tani në stinën e verës. Shpresoj që ta pëlqeni, është një recetë tepër e thjeshtë që mund ta përgatisi kushdo.